Bismillahirrahmanirrahim. Familjar, miq, bashkëluftëtar, bashkëpunëtor, qytetare, përfaqësues të institucioneve të ndryshme të mërkurën ja dhanë lamëtumirën e fundit veteranit të UÇK-s dhe zyrtarit të komunës së Prizrenit Bashkim Krasniqi, trupi i pajet i të cilit u bart nga pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kryetari i OVL-s të UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, tha se sot po ndahemi nga një personalitet që me devotshmëri i shërbeu atdheu duke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe pas luftës edhe në ndërtimin e institucioneve të vendit. Çdo organizim, aksione humanitare, por edhe gjatë luftës ka qenë një ndër të parët që u kyç në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, duke organizuar të rinjët në lagje, në qytet, për mobilizim, për qeljen e rovave të cilat ishin afër lagjës të Sus, për shkurjen, bartjen e armatimit nga Shqipëria për Kosovë. Ne sot, si organizata e veteranëve dhe shoqata dalët luftës, e ndijmë për obligim që t'i themi disa fjalë për veteranin i cili dha gjithçka edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës, duke ditur që ka qenë punëtor i kuvendit komunal, duke ndërtuar institucionet që aq shumë e deshën edhe dëshmorët të cilat ranë për këtë ditë. I pranishëm në këtë ceremoni mortore ishte dhe kreu i komunës së Prizrenit Shaqir Tota, i cili vlerësoi lart kontributin në shërbim të atdheut dhe përgjegjësive që kishte në punë, si një bashkëpunëtor të jetë konstruktiv dhe të respektuar. Një person i cili ka dhënë kontribut multidimensional dhe multidisciplinor në fazat të ndryshme të zhvillimit të kësaj shoqërie. Bashkimin e njohim si veteran, një kontribut signifikant në kohët më të vështira, e njohim si aktivist politik, e njohim si punëtor të devotshëm të inspeksionit. Kudo që ka punu, ka lënë shembull të mirë, ka lënë vepra të mira, ka pas një qasje pozitive, një qasje proaktive, dhe gjithë ata që e njohin e vlerësojnë si një person i cili me punën, angazhimin dhe aktivitetin e tij në çfarëdo niveli, në çfarëdo lamie, ka tërheq vëmendje pozitive. Sigurisht se mas shumë do t'i mungon familjes, po gjithë atyre që e kanë njoftë dhe kanë pas rastin me punu me ta, ka me i mungu personalisht, e kun pas edhe gjenerat, edhe shok, edhe bashkëpunëtor, edhe në komunë, po edhe në aspektin politik, edhe mu personalisht mu ka dhim shumë, jam shumë i sigur që u ka dhim gjithve. Familja duhet jenë krenar që e kanë pas një familjar t'il. Në emër të familjes të pranishmit që ndëruan me pjesëmarrje jetën dhe veprën e të ndjerit Bashkim Krasniqi, i falenderoi vëllau i tij Ismeti. Gjithë në bëni halal për gjithçka. Faleminderit. Veterani i ndjer Bashkim Krasniqi ndëroi jetë mbrëm pas një sëmundje të shkurtër në moshën 64 vjeçare.